shumë mund ka ndihmu, edhe njëjtën kohë sa shumë I ka ndihmu të fëmisë tem në çato momente. Kështu që e para ka qenë gjithsesi pjesa e frymarrjes. Po a patë një uri për yogan në përgjithësi, për shembull, a veç ja nisë me ato teknikat e frymarrjes, mandej u thellove më shumë në yoga? Definitivisht jo, edhe sot e kësaj dite unë halo mësoj, halo se është sikur një oqean I thellë edhe I pashtershëm, ashtu është edhe yoga. Do të thonë çdo ditë unë mësoj diçka të re, edhe në atë kohë çdo ditë më ka dukur që kam mësuar diçka të re. Edhe prandaj edhe më ka pëlqyer shumë sepse çdo herë më ka dukur që ka diçka të re që mësoj, po njëjtën kohë nëse për mua yoga që më ka pëlqyer është që më ka përshtat varësisht ditës qysh jam ndi qa ditë. Nëse jam ndi ma e lirë ose ma e qetë, ku mbo diçka ma qetë. Nëse jam ndi ma e fuqishme, ku mbo diçka ma e fuqishme, sikur power yoga. Nëse kom di që vetëm ka vyt me u fokusu në pjesën e frymarrjes, me pjesën e meditimit, ku mbo vetëm edhe qatë pjesë. Do të thënë çdo ditë ka qenë ku une ju kom përshtat asaj emocioneve, faktikisht që qatë ditë, edhe trupit tem qysh jam ndi qatë ditë. E për që ato edhe më pëlqen, pikërisht yoga. Cilat janë ato hapat që duhet me I pas, për shembull, çdo person parasysh para se me fillu yogan? A duhet me qenë e qetë, për shembull? A mujna edhe na njerëz të tjerë me anis yogas që shenë atu najtë një ditë mas miri, për shembull? Tash, unë jam shembull e ma I mirë që unë si më kone qetë. Kështu që yoga është për gjithëkan. Shpeshherë ma bojnë, po unë si jam fleksibile dhe për që ato s'moj me shku në yoga, ose une nuk kam mobilitet edhe për që ato nuk moj me shku në yoga. Pikërisht për që ato dhe duesh me shku yoga, sepse yoga ty të ndihmon për me qenë ma fleksibile, yoga ty të ndihmon për me pas mobilitet ma të mirë, për me pas forcë ma të madhe, për me u lidh pak ma shumë me trupin tonë, me mendjen tonë, edhe posaçërisht për me e kriju një lloj shpeshherë që thon balanci brenda vetës tonë. Edhe ato krijon fillimisht në pjesën e shtrojes, tu punu, tu qenë konsistente, edhe mas një kohë vren që qaj balans, qaj fleksibilitet, qaj forcë që ti e ndërton në yoga, qajo mandej ka mu transferu në jetën e përditshme. A ka regula në yoga, për shembull, sa një aftë duhet me bo yoga, ose sa në ditë, a veç qysh një është ti? Konsistenta është kyqe. Unë shpeshherë edhe klientave të mi thëmë, është shumë mirë nëse mund është edhe me kombinu. Për shembull, ndoshta edhe me shku në gym edhe me u rikthy në yoga, secila I ka ato veçorit e veta. Mirë po për mu yoga është e përditshme, sepse për mu yoga nënkupton edhe lëvizje, nënkupton edhe frymarrje, nënkupton edhe meditim. Andaj, yoga faktikisht mundet me u bo për çdo ditë. Edhe bohet për çdo ditë. Se ti për çdo ditë nështë ta mundesh me bo meditim. Për çdo ditë nështë ta 5 minuta I kalon vetëm në pjesën e frymarrjes ku e riqetëson veten për me mujt me vazhdu. Lëvizje të ndryshme që mundesh me bo. Kështu që yoga mundesh me bo për çdo ditë. Mirë po, si çdo sen tjetër, momentin kur I kombinon edhe me gjithë sendet të tjera, është shumë ma mirë, si ushqimin. Ndoshta nuk hanë vetëm një lloj ushqimi për çdo ditë, po punohesh me kombinu edhe me përzi qatë ushqim, që varësisht ditëve të ndryshme, nuk kanë vezë ndoshta për çdo ditë, po I përzin edhe pak sallat, edhe pem edhe çikjar, do të thonë kombinimi I disave sporteve të ndryshme është I rëndësishëm. Por yoga mundesh me bo për çdo ditë, se ka elemente të ndryshme që I përfshin përditshmëri. Edhe për fund, cili kish me qenë një mesazh që kështë dash m'ja u drejtu krejt grave, krejt qikave, nanave, kujt çdo? Yoga është për gjithë. Une për vete, une thamë, shpeshherë për mu bojnë hajgare, në ato që, yoga nuk vi, që e thash ma herët se nuk është për mu ose shumë e lehtë, ose kërkon shumë fleksibilitet me pas, edhe unë nuk jam fleksibile. E bukra është që yoga është për krejt, sepse ka faza të ndryshme brenda sajna. Kemi për shembull pajisje të ndryshme që I ndihmojmë gjatë sesioneve. Nëse një person është fillestar, atëherë përmes pajisjeve ajo mundet me I bo lëvizje të ndryshme. Nëse një person është më I avancuar, atëherë nuk I përdor pajisjet, mirë po shkon pak më thellë në çato poza. Do të thonë varësisht si ndihesh atë ditë,
edhe varësisht kompetencës tonë, sa ki forcë ndoshta, edhe sa ki qetësi ndoshta çfarë ditë, ti e krijon